Punimet për shtrirjen e tubacionit kryesor të ujit të pishëm në stacionin e pompave Dobraq në hyrje të Shkodrës kanë hyrë në një fazë të rëndësishme dhe delikate. Kjo për faktin se kursia hyrëse për automjetet që vijnë nga Malësia e Madhe është hapur për të instaluar tubacionet. Në këto kushte hyrja dalja automjeteve nga Shkodra në drejtim të Malësisë së Madhe dhe Anasjelltas bëhet vetëm nga një korsi. Kjo situatë dikton pritje në radhë të automjeteve në dy anët e punimeve, por ajo që është më kryesorja në këto kushte nuk përjashtohet rreziku i aksidenteve. Të gjitha këto mjete në punë në njërin korsi dhe automjetet e të gjitha llojeve në korsin tjetër shumë pranë punimeve krijojnë situata të rrezikshme, si për punëtorët në terren ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve dhe pasagerët. Faktikisht, kompania ndërtimit ka caktuar 2 punëtor për të orientuar automjetet, por përderisa qarkullimi mund të bëhet vetëm nga një korsi për shkak se punohet në korsin tjetër, atëherë gjendja kaotike është e pashmangshme. Në këtë situatë, ajo që mund ta ndryshonte gjendjen është që automjetet që vijnë nga Malësia e Madhe për në Shkodër të devijojnë tek bypassi për të hyrë në qytet, pasi nga kjo zonë ka 3 drejtime dhe vetëm dalja automjeteve nga Shkodra për në drejtim të Koplikut të vazhdonte nga kjo korsi. Theksojmë nevojën për këtë ndryshim të përkohshëm pasi punimet për shtrirjen e tubacioneve të ujit të pishëm deri tek rrethrotullimi në Ruz vazhdojnë gjatë gjithë muajit korrik. Kjo është arsyeja pse Policia Rrugore dhe Pushteti Vendor kanë detyrimin që ta diskutojnë alternativën e hyrjes në Shkodër nga bypassi, për të evituar gjendjen kaotike që krijohet për një muaj në këtë segment, por mbi të gjitha për të shmangur rrezikun e aksidenteve.